الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن استنى بسنتهم إلى يوم الدين وبعد. Allahu na falenderojmë, për t'i falë dhe ndihmë kërkojmë, kënë Allahu subhanahu wa ta'ala udhëzon në rrugën e tij të drejtë. Nuk ka kush e humbur ndërsa të cilën e rend humbur, nuk ka kush e udhëzon në rrugën e tij të drejtë. I dërgojmë salavatet Muhammedit alayhi salatu wassalam, familjes së tij të pastërt, shokëve të tij të ndershëm dhe gjithë atyre që ecin dhe e ndjekin rrugën e tij me përpikshmëri. Milionin radhë parë ju përshëndes me përshëndetjen e banorëve të xhennetit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Duke lutë Allahun me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të përsosura, se si na ka tubuar këtë shtëpi për shtëpive të tij, na bën bashkë edhe në Firdausul A'la me Rasulullahin sallallahu alaihi wasallam, Ebu Bekrin, Omerin, Uthmanin, Alin dhe gjithë sahabët e tij ejma'in. Sonte inshallah taala do të vazhdojmë me librin Smundja dhe Ilaçi. Ke marrë të kapitulli i radhës që Ibn al-Qayyimi ka trajtuar një temë që është temë shumë më rëndësishme, që besoj që secili prej neve ka nevojë kohë pas kohe me lexu këtë kapitull që e ka trajtuar Ibn al-Qayyimi rahmetullahi alayh. Se jetojmë një kohë ku plot prej neve jam duke u mashtru për kësaj gjëje të cilën e përmend Ibn al-Qayyimi rahmetullahi alayh, e përmend në këtë temë, në këtë trajtim. Është fjala për, thot, më i mashtruari ndër njerëzit është ai që mashtrohet nga kjo dunjë. Wallahi billahi, po i them sinqerisht, kur jam ardhur që kjo temë mos me pas amanetin që duhet me pas një nxënës si dijes përballë një libri kur e merr me shpjegut dikuj, kisha me kalu këtë temë, se unë veten e kom gjetë. Në to tash, kush është në qëtë kallop me mu, i bajt me shnet, e Zoti na përmisoft, e na drejtoft, e na vetëdisoft, se jo që mashtru, po me na thonë të mashtru në 4 orë pak është. Po mashtromi për këto rraqet e dynjas, për të gjëra që vetë me gjuhë tona themi se këto janë kalimtare. Me na pyet dikush me thonë, çka është dynjaja, na thonë kalimtare është. Ahireti jo i përjetshëm, po veprat tona, jeta jonë na tregon se pretendimin apo ato çka i themi është e kundërta me veprat tona, em tu vepru me të kundërtën. Shishaq ka thot Ibn al-Qayyimi rahmetullahi alayh, duke nisë këtë temë të madhe, thot wa a'zamu al-khalqi ghururan man ightarra bid-dunya wa 'ajalaha fa atharaha 'ala al-akhirah wa radiya biha min al-akhirah. Thot Ibn al-Qayyimi rahimahullah, thot njerëzit më të mashtrum janë ata të cilët janë joshur nga jeta e kësaj dunjos dhe kënaqësia e shpejtë e saj. Ata kanë preferuar, thot, këtë botë mbi jetën e botës tjetër. Madje sa, thot, disa prej tyre, thot, i kanë thonë këto fjalë. Çka kanë thonë? Kanë thonë se dunjaja është si shpërblimi që dhurohet të ndorë, që të jep dikush shpërblimin me një herë. Ahireti apo bota tjetër e ka shpërblimin e vënuar. Disa tjerë thonë, më mirë, thotë, një therime o për qëllim gjuhën shqipe, e dini i thojnë trohave që thojmë natë bukës. Thotë, më mirë mi marë do trohat bukës se me e marë një perë në të ardhmen. Ama gjithë këta, thot Ibn al-Qayyimi rahmetullahi alayh, këta janë të mashtrum. Janë të mashtrum, thot, ky mendim apo këto mendime janë mashtrimet dhe të rrjedhimet më të mëdha të shejtanit, të që u bën shejtani njerëzve.
Edhe kjo thot nuk ka as një logjik. Hatta thot derisa dhe kafshët kanë logjik më të mirë se këta. Se kafshët thot, tash e prum një shembull, thot kafsha kur tutet pi diçkafit që dikush ka me e godit, ajo ik. Që çfarë shembulli subhanallah të madh. Me që të shembull çka po don me thonë? Po don me thonë se krejt këta të mashtru me din që dynjaja është fania, është e mbarume, mbaron shpejt. Dynjaja është dashurit e mi, kalon sa qelem shelsyt. Edhe për atë njeri shpesh du të me pyt, vëllaj du të me abo që të pytje vetës, edhe du të me instalu në mendje këtë pytje, me i thonë vetës, ejna ene gaden, ku jam unë nesër? Ti mund është me mendu që nesër je në Mekë, dikush ka qef me shku numre, dikush ka qef me shku në Paris, dikush ka me shku atje, ti gjithë ka mund është me mendu, po ti nesër potencial të madhë mund është me pasi me si në varin tënë. Që që ajo është më e sigurt se ajo ti çka jetu e dash, po njerëz, ai shejtani i mallkum i mashtron. Te e kipa jetojmë një kohë kur nuk kam qef dikush pi djemve të ri, se unë e zotën, vallahi billahi ata çka jon, do të thotë çka jon krejt, që i kanë 20 vjet apo tan, i konsideroj si e vlat mi. Edhe s'kam qef nesër dikush djalin të më mashtru, asu në s'kam qef me qenë ai pejtëne, me kuptu për këtune fjalëve, do më thonë pesimizëm edhe me lonë, se ka disa djemë të ri ka njerë, kur i ndëgjojnë këto ligjerata, kur i ndëgjojnë këto porosi, nuk i marin në do më thonë në atë hajmin, në atë madhësina, po në atë farë formën e vetë që e ka. Na nuk po flasim në pesimizëm u këthy edhe më shkutin një qash gjamis që aty edhe me thonë vëshu në ahiretin edhe jo, ti në dynja duhesh me punu, duhesh me u zhvillu, duhesh me u formu, nëse ki shkollën, e ki kohën e shkollës me kry shkollë. Me kry shkollë dhe mu bo carën qatë specializimin, qatë drejtimin tënë. Qëllimi këtë në fjallë vështë që mos t'jetë shkolla, puna, familja, martesa, ta shhapi klopat, lej qelë, krejt, mos t'jenë prioritet kryesori jetës. Ato jonë pjesë të jetës, por nuk ka prioriteti kryesori jetës. Prioriteti kryesori jetës o ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nuk i kom kriju njerëz dhe gjinë vetëm se me më adhuru mu, thot Allah subhanahu wa ta'ala. Qëllimi jo ardhjes tonë dhe në dynja dhe e jemja, në këtë dynja është me adhuru Allahun. Këto tjerat jon pjesë të jetës, ama këto jënë në rend 2, 3, 4, 5. Bilem kisha me thonë, nëse kishim me i rëndit me numra, kisha me thonë numër ne është adhurimin dhe Allahu subhanahu wa ta'ala, një 10 vende shprasta, apo të në tani me janis pinim dhe që të nësja këto tjerat. Por se realitetit dashurit e mi, Shishoj ibn al-Qayyim rahmetullah alej me këtë shembull, po do me të rëgu se edhe hajvani, si hajvan që Allahu subhanahu wa ta'ala e ka kriju, nga njëherë që ata dhe Allahu thotë në Kur'an, kër i përshkru në ata të cilët do thotë e kanë haru Allahu subhanahu wa ta'ala, i kanë haru urrat e ti, i kanë haru bindjen dhe i ti, thotë qka thotë Allahu, thotë hum kel an'am, thotë ata janë si hajvanati, bel hum adallu sabile, edhe ma poshtë. Para dashurit e mi, nuk bën njeri mu mashtru prej kësaj dynjaje, se kjo dynja është me plot mashrime dhe shejtani lanetullahi alej, qëllimi ti është njerëz me i mashtru. Edhe po mashtrimi shejtanit du të me dit ku ta bën mashtrimin ai ty. Edhe ai Allahu te bareke ve taala në Kur'an na ka tregu ku na del ai me na mashtru neve. Mos kujto që shejtani ka me të mashtru ti kur vrapon pas dynjas, edhe je boj etër pas dynjas me thonë ndalo mos e zball. Jo, ai veç ka me ta shtu etjen edhe më shumë. Nëse ti tu vrapu pas tek edhe epshave tuja, ai edhe më shumë ka me të nxit to, se i ka thonë Allah subhanahu wa taala, fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Që po tregon tash Allahu na tregon ku ka me na dalë neve. Fa pasi që ti më largove, i thot Allahut, për gjennetit, për rahmetit tënd, la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Tash ju me ditë gjuhën arabe, nëse do kosh në mesin e ju din, po s'pa ku ka juve që din me lexu Kur'anin në originalitetin e vet. E ki po kur vjen la aq'udanna nuni, shkronja nun me tashdid, që sa i thonë në gjuhën arabe i thonë nunu tawkid.
Shejtani thot, do t'ju ulem gjithsesi atyne në siratul mustaqim. Shejtani ka me të pengu ty në punë të siratul mustaqimit. E punë të siratul mustaqimit janë të gjana, kërë fjala e punëve apo e siratul mustaqimit o adhurimin ndaj Allahut, pasojë namazi, tani vin tjerat. Që të dyjat mas parti ka më mundu me ta shkatru besimin. E me bosët i narujt besimi jëtë më u shkatru, me hin njollan të, falu sa të dush, agjera sa të dush, prezentoj ligjerata sa të dush, bën punë të mira sa të dush, s'boj fajde. Wallahi billahi, para 4 ditëve parafërsisht e kom dëgju një hoqë për gjallarëve të mëdhaj, Sheikh Saleh Ali Sheikhi, në kushenje, është një libër në gjuhën shqipe që unë e proces me ble Kitabu Tauhid. Është hyre në librin e Tauhidit, nëse s'gaboj kështu e kam përkthy, është për ulemave të mëdhaj në Arabinë Saudite, Sheikh Saleh Ali Sheikhi. Është ekspert i akides. Edhe në xhamin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam para 4 ditëve e dhuroi një nasihat. E përcjellsha direkt ligjëratën e tij, tha ka shku koha, duhet me këshillu njerëz na me raqaik është me u qetësu zemrat me hadithe, me i këshillu, me këshilla, po është koha njerëzve me u fol për tauhidin, se kanë nisë me u ringjall njerëz që po i madhurojnë varet, po i madhurojnë njerëz. Ata përmendim një musibet zemonit tonë, tha unë e kom i dal, s'pja përmendi emnin, po ditë për shka po flasë, në futbol aty, edheni. Para mendoj Imam Ahmedi rahmetullah alej, që sa jena tjetërsu. Imam Ahmedi thot kër e kon po një po besimtar në rrugë, një të krishtera jahudia, po zjarë potista ku ta di une, ajo përmend për krishterin, thot e kon ndru rrugën. S'ko bujt thot me këshirë në ftyrë se me një herë thot më ka ardhë në mendjen time se kuj bon shirkë Allahut edhe i shpif Allah subhanahu wa ta'ala. Ta shtikush do shta thot kjo po kjo thot ekstremizëm në kohën tonë, se neve po na thrasin, po na dali, po dojnë, jo, du të mja uru krishtlindjet. Mos urimi krishtlindje vë ekstremizëm. A që Imam Ahmedi? Tash, a me ndigu Imam Ahmedin, a me ndigu këtat akhiru zamanit? Ja, vallahi, Imam Ahmedin. Billahi Imam Ahmedin. Se qësh ka thonë Imamul Laikai, e ka në liber thire Sharhul Etiqad Ahlus Sunna wal Jamaa, thot selefi muslimat e partë hershëm e kanë urejt me i pasu mu kop pas njerëzve. Ka thonë, por nëse detyrohemi pa tjetër, me pas të dikon imam me ndjek, du të me ndjek ata që kanë kalu. Kanë ikta Allahu edhe kanë ndjek në vërtetën. Se i gjalli s'ka siguri, i gjalli sot do është mirë, nesër devjan. Atëhere, dashurit e mi, Ibnul Qayyim rahmetullah alej vazhdan dhe na tregon, thot, tash Ibnul Qayyim i replikon që ty në 2 pretendimeve. Pretendimit parë që ka thonë ai, i pari çka tha? I pari tha, ma mirë tha me marr diçka shpejt në dorë për këthej për thjesht saj, se me marr diçka ma të vanume. Ai tjetri tha, ma mirë do troha që shi përkthym me i marr, se me marr një për të vanume. Ibnul Qayyim tash në 2 pretendimeve i replikon. Thot shpërblimi në dorë, i dhurum në dorë, është i dobishëm. Se sa shpërblimi i vanuar, po kur thot është kështu, nëse ai që i liberet, ai shpërblim që merret dorë për dorë tash, e ka vlerën më të madhe sa i vanumi. Po nëse këto që e marr tash, e din se kjo është çka? Është fanie. Wal akhiratu khairun wa abqa. Akhireti është më i mirë dhe i përjetshëm. Këto në dynja, çka do që ti vrapon pas dynjas merr dhe thosh valla unë e kam që tash në dorë. Po ajo thënie, sot e ki nesër se ki. Edhe mbaje në mend, edhe ti edhe unë duhet më kujtu vetes një gjë, se nuk ka begati në dynja. Allahu subhanahu wa taala pi dynjas i ka jap robit vet, do kuj pe robët që i kanë mbet për gjithmonë. Dije se begatia që Allahu të ka dhuru është muakkate. Ka një kohë. Wallahi billahi, duke u nis prej gjërave që i kena në trupin ton, shëndeti. Mos kujto që gjithë kime konë mirë. Ti mund është me konë që ta shumë mirë, po as një dhimë bjen trupin tonë. Për një moment ndryshon gjendja jote. Ke mujt me dalë në kom të tuja, ke mujt me dalë në xhami,
ke mujt me ardh në xhami, ke mujt me ardh mu fal, me ndëgju ligjërata e kështu me radh, me lexu Kur'an e kështu. Vjen momenti s'mundesh mu qun kontuja me ardh. Prat igtanim khamsan qabla khams, siç ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, shfrytëzoj 5 gjëra para se të vinë, 5 tjera shfrytëzoj shëndetin para smundjes. Ibn al-Qayyim i thash çish ka thot? Thot ne e dhurojmë këtij një përgjigje. Nëse do supozonim thot se shpërblimi në dorë është i njëjtë me atë më vonë, atëherë ajo që shpërblehet në moment është më e mirë, kjo është të tamam. Tamam është. Po nëse ajo që shpërblehet do të thotë është më e vonshëm, vjen më vonë, po shumë më e madhe, e më e mirë, e më e hajrit, atëherë thotë si mund të ndodhë kështu, si mund njeri do të thonë me vrapu pas të kësaj të përkohshmes. Parat tash Ibn al-Qayyim rahmetullahi alayhi na prun një hadith të madh dashurit e mi me tregu realitetin e dunjas përballë ahiretit. E prun hadithin i cili gjendet në Musnedin e Imam Ahmedit edhe në Sunenin e Imam Tirmidhiut rahimahullah, thot min hadithil Mustawrid ibn Shaddad radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ad-dunya fil akhirah illa kama yadkhilu ahadukum isba'ahu fil yammi falyanzur bima tarji'. Allah. Çfarë hadithi ma? Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dunjaja përballë ahiretit, shembulli i dunjas përballë ahiretit është sikurse shembulli thot i ndonjërit për juve që e ka marrë gishtin e tij edhe peshtin gishtin në një lum edhe po shiçan sa po merr ujë pi atij lumit. Sa mund të marr gishtin kur është në lum? A bërë diçka jo? Çështu thot shembulli për i dunjas përballë ahiretit. Këtu ja vlen dashurit e mi e kom përmend, po na kena nevojë mirë përsërit gjërat edhe derisa të na hyn mendje edhe në zemrat tona nxojnë vend. E kom përmendur, e kom pasur edhe hutbe kush ka prezantu rastin e atij personi apo realisht aty në 2 personave që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe kanë përmend desin e kalum në smundja dhe ilaçi bashkon. Ibn Qayyim e ka përmend. Thot se u tabi rajulain vin 2 njerëz i cili njeriu i parë është njeriu më i begatshëm në dunjë, njeriu më i sefos. Që s'ka hek kur në dunja, veç se fa ka pos. S'ka njeri, që kjo përmend hadith, o njeri ma i se fas, s'mundet dikush me ata i kalukti. Allahu i thot me lajkeve, bënja një thot një zhytje të pa paramendume. Fe ju gëmisuhu gabseten, thot ja bënj një zhytje, folja gamese, në gjuhën arabe, në kupton diçka shpejtësi e pa paramendume. Sa që me thonë me parafru, si kurse njeri sa e levis që palë në synë, po shpejtësi që i thot Allahu, zhytën e robin tem në xhehenem me këtë shpejtësi pa paramendume. Kur e nxjerr ja bojnë atë zhytje edhe Allahu ja bën pyetjen, thot o robi jam, thot e kënaq dhe thot kur ja rabi se më kënaq. Subhanallahu el-azim. Subhanallah. Një zhytje pa paramendume në xhehenem po bëj kanjeri krejt çefet e dunjas me harru. Krejt. Tjetër thot vjen njeri heko, mi lodho, që s'ka pas njeri më të lodhum në dunja, ja bojnë thot një zhytjet pa paramendume në xhennet, i thot Allahu, thot o robi jam, thot a ki hek do herë, kur ja rabi s'kam hek. Fa Allah subhanahu wa ta'ala ka thonë Kur'an, lilladhina ahsanu husna wa ziyada. Ka thonë Allahu te bareke wa ta'ala, ata që bojnë punë të mira, mufessirin si kur Ibn Kathiri edhe të tjerë thonë, lilladhina ahsanu huwa al-janna. Ata që bojnë punë të mira kanë me hinë xhennet. Wa ziyada, edhe ma shumë, çka kjo shtesa, kanë me pa ftyrën Allah subhanahu wa ta'ala. Kanë me pa ftyrën Allahu te bareke wa ta'ala. Aja vlen njëri në qëtë dunja me bo punë, me bo vepra që kanë me të pengu mës me pa ftyrën Allah subhanahu wa ta'ala në dunja. Kur hinë xhennet, linë xhennet, Allahu na bof nasibi ya Rabbi, neve prindërit tonë dhe gjithë muslimanëve, atëra Allahu subhanahu wa ta'ala sikur se ju thotë Allahu apo ju mungon diçka në xhennet, apo ju mungon ata tutën që mos po i nxirr Allahu subhanahu wa ta'ala për xhennetit.
Thot jo, ja Rabbi, thot. Na kishtin xhennet, jena rahtu krejt. Thot ja ka dhe diçka ma shumë. Çka? Me po ftyrën Allah subhanahu wa ta'ala. Edhe çdo gjumu, besimtarët ulen në mimbere prej jakutit, prej margaritarve, edhe Allah subhanahu wa ta'ala e shfaq ftyrën e tij të bukur dhe e shiqojnë edhe kjo kënaqësia më e madhe e xhennetit. Nuk ka kënaqësi më të madhe në xhennet, nuk ka kënaqësi më të madhe në xhennet se me pa ftyrën e Allahut te bareke wa ta'ala. Kjo kënaqësia më e madhe në xhennet. S'ka kënaqësi më të madhe. Me po ftyrën e Allahut te bareke wa ta'ala, Allahu na bëj nasib ya rabbel alamin. Para dashurit e mi, robin këtë botë, në këtë jetë dunjas, duhet që to me qitë parasyve, edhe me jetu në nëhijen e qëtën e porosive. Po, dunjaja jo, ka joshje. Pejgamberi s.a.s. o josh, po thonë kushtimisht, po na kam su që shme ju largu këse joshje. Sëher ka pa diçka që i ka pëlqy për dunjas, ka thonë, Allahumme la aisha ila l'aisha l'akhira. Ka thonë, o Zot, nuk ka jetë reale për pas jetës reale të akhiretit. Të pelqen, është e sot të del djali ri, se së dhe kena teke, është e dikon me një kërtë mirë, të pelqen, keri mirë. Së të është e mos më, na me në ruku, fare, thuj, Allahumme la aisha ila l'aisha l'akhira. Wallahi billahi ka pas për i selefit, thot këta e kom praktiku, sahar e kom pa diçka që kam ka pëlqy, e kom bo këtë doa që na kanë su pejgamberi s.a.s. Pas një kohë, thot Allah subhanahu wa ta'ala, ma ka largu dunjam prej zemrës, thot, edhe së më kalon për shtypje, qka do që kom pa në dunja, nuk kalon më për shtypje. Shumë më rëndësi që kjo, unë e di që to jam fjallë të ronda, sikur që thashtë edhe në fillim, mos me më arë tërë dhe përgjësi para Allah, nuk kisha me i folë që to fjallë. Se po vjen rëndë, se po flasë diçka, qka vetëm për shot që mu po më pelqen, pedu. Na plot pejneve ka që për raqët dynjas mërzitëm. A të tërhekin i paralelet shpejt. Sa pejneve ju ik namazi me gjemat. Sa pejneve ik namazi me gjemat, rrinë shpejt, për një tek të vetin, u shep një arsy, thot, valla jam lashem, e kon grun, kam, dikot atë prallat shejtanit. Që tu këtë një prallat shejtanit? Ja, unë i kam një 5-6 vetë, na bom gjematën shpejt. Ja, akhir kerima, mos e mashtro vetën, që valla që kjo mashtrim. Po, o gjemat, është e vërtet, o gjemat, o sikur gjemat i gjamis. Nuk është sikur se qaj që jo dalë për i shpisë dhe ka hecë në kom, ka orë në gjami. Nuk është barabart aj që ka orë në kom edhe aj që orë me kërë. Nuk është i barabart aj që jo orë që e ka gjamin me papuqe me dalë në gjami edhe aj që e ka 1 kilometër. Të allojnë këto. Që të alloj ka pot gradat e gjennetit, ka pot shumë të i kanë bo. Jonë, do më thonë 100 shkallë, se cila shkallë lartësia për lartësis, për shkallës, është sa lartësia me stokës edhe qelit. Për atë arsyet dashurit e mi, sa na mërzitem kur na ik diçka për ahiretit. Wallahi nëse diçka të ik për ahiretit, edhe zemra jote nuk mërzitet, wallahi duhet me i ra mbas asaj zemra, se zemra është smut. Është smut. E sidomos unë wallahi se po më vjen keq që po i them këto, i kom thonë një ditë një mezhlis për mezhliseve, po që ditë na dhash po ja u drejtej vetes edhe moshatarëve të mi, shumica e shokëve tonë që janë moshën tonë kanë fëmijë të mëdha i kanë. I kanë fëmijë të përmban në xhami, ku janë çata fëmijë? Nesër inshallah po mdoket po fillon mësimi, apo. Me kërë qohëm me i qumë sabah, mirë duhet se ftaftë mirë, bukur shumë thonë. Pa e çan djalin tonë me fal sabahin. I thonë bab çabu fal. Pasha Allahun e kom përmend hëtë po do merri përsërit apet, më pëlqejnë një video vetë disuse që e këshin bo. Allahu shtoftë dhe boftë kësi nana me pas në për shtëpia tona. Thone amin. E juve djemve të ri që ajnit pa martum, Allahu ju jepë kësi në gra. Thone amin. Që kjo gruja e mirë? Që nana e mirë dhe gruja e mirë. Tha tu i qu fëmitën sabah, pe qanë për namaz sabahut, pe i thot fëmive, qani fëmite nanës, qani mu falë, thot se zdu me mungu dikush për juve në gjennet. Pasha Allah më fjallë, pak fjallë të artikullo të qysh, a disa shumë ka thonë. Këto fjallë nuk dalin për dikuj që se ka marrë vesh realitetin e dynjas, që to fjallë dalin për ati që ka marrë vesh realitetin e ahiretit. Matja me ahiret. Tha, që sa bukur, tha, nuk du me mungu, tha,
dikush për juve tha në gjennet, doj me konë në gjennet bashk. Pasha Allahun ti që s'pe urdhëran e vladin tënd, familjen tënd dhe me namaz, ti e ka e ndonë që ta shti të ndod familjen. S'po dënë me e posë në gjennet. Tash unë e di që të fjallë që jam të thonë shumë prej muslimove se pranë thotë qysh ho s'po dune. Ja, qysh s'po dune, une tash mos e merë me emocione, që tash si të kryet derë si me shku në shpe dhe me lutë bimbazin në shpe. S'po në punë kjo. Ja. E sidomos me gratë, rebel në shpe, kreten në shpe, tani dhe të gruz, hajde mu mblu, hajde mu fal, e nënqman, e përqman, sa s'pa falet, po ajo valloj, billoj, mirë që ka të rënë në shpe. Kur ti sillesh kështu me ta, kur ti e i ashpër me ta, ama vallahi kur e merë grun, po ajo gruja e cila e kalon nanën, baben, kreti kalon në ardh e ka ndru, a di që të më thonë për që tash ndalu vesh një dakik. Me të që ta, a kishe pranu ti me shku që tash një familje këtë tjetër, sot të me thonë bismillah, deri sonë të ke fletin shpit babes të në të kujekon, për e sonë që ti me shku të një babi tjetër, dhe mi thonë babi, dhe të të mi thonë babi, ku, bi e i kitab, pse mi thonë babi, po, shaj respekti, po, o mos mi thonë babi, vjerit. Koft haji, thush haji, gjin një emën, po edhe mi thonë babi, mi thonë në shpallon që, ama jo me detyrim, nuk pa mi thonë, qërë, i ka shku misteqet. Thas pa mi thot gruja, thas pa mi thot babes bab, po se ka bab, pse mi thot bab? Nanës nanë, i thot vjeheri, pse? Së dojë trajtoj, thot tani, s'po në mi danë, tha nusjat, po s'ti danë, ata tut, po dojnë me myt, po dojnë sahar e vjen, e kun gjavin, i gjujnë fjala, ka dalë bursës. Ti e pa që një non, e një bab, të pa gdhendum, shpelar, s'ka faj gruja tash me ti duru shpelar loket e nanës dhe babes tënë, ani të në tash, bërma Allah, unë vetë jo pejola, ani në atetet e pejolve, o zëti bolja, qelë që i belë që i bilim si tyrqe, o ti dos të jem, ma bravo, se i ka shko, tani vjen si munafikat, vjen të dera gjavis, ha që vjen ti për të me na u da djalli nusja, po ti për të me da nusën, e do në djalli nusën, nusja djalli një pengon, po qa po të pengon, mara vla, pëse s'ki diti me dash burin tënë, qatë ka faj kjo shkrejta? Leni mare dhe duhen, shqyqër që po duhen? Dhe të respektohen njëni me tjetrin, edhe nusja e mirë, është e nusja e mirë, muslimane e mirë, që kur të vjenë shtepin e burit, din me respektu baben e burit, nanen, e din rendin, e respekton. Ama në start, tha, e kena marë, qërë, mentaliteti i poshtër, e kena marë, tha, një rabë, thush, e kanë gjetë në luftën e tretë botërore. Pa e që vjeher i mirë dhe vjeher e mirë, thot, aj që s'ka qika, e kush s'ka qika, se din këtë lezet, e kush s'ka qika, e din zoti kush s'ka qika, i dhuros qika, Allah i lezet i shpiso qika. Unë një e ka ma uton, pasha zotin me malë dënjes e ndrej, qika lezet i shpisë. Kush s'ka qika, Allah jep qika edhe i mërëvesh të fjallë. Ta që s'ka qika, ta shta, e do ma dhe e kom gjallin, ta rujtë zotit gjallin, edhe të mirë jo të gjepë, s'pu të vejshajt, po. Qika e ka një farë. Ama, ti që s'ki qikë ka ardhë nusja, thuj, elhamdulillah, më ka shtu një qikë në shpe. Më ka ardhë një qikë. Pasha dhe zotin, me po me konë se i susk e madhe, bal dreqin ja ullë, kër i thush qikë. Ama, gulli dhe të rabi huj, tani tu gjygjavë. A di shko kam që ditë, gjahilat s'po ma ndin heq. Gjahilat i qesim shpejt pe i deres. A s'din, burë, s'kan digju përve. Kur bëjnë di do, që si haqji, e di një gjithomë, që si haqji Kastraveca. Haqji rebel në shpe. Haqji Kastraveca e ke po qabën me sy. Qabjen, stytë të tu e kanë po qabën. Po si bëzullum. Sa e kalon, gjithë qka ka orët e ti. Allah i billoj, pse e thash këto ndoshta e stërgjata, ndoshta dhe të prova, vallaj billoj, nuk jam dalë këtu as me shajt dikon, as me përqmu. Po të realiteti ju që kjo këtën, që që të në ndodhë me shkururzime, qka të ndodhë, për qka, për sendet do më thonë që nuk pja o jepim, do më thonë, hakin që shduhet, ama kajtë të i bo, të dashta u tonë, po ti pa që hek, tërë po ma Allah,
përse kena kritiku bollnusët, kush m'ka përcit tash nga vakti pak vjerat mi kritiku. Ti pa që hek zebolit ton, qa ke me të bolla tash ndërllati, që ki pas një bullë zullumqare, s'ka dit me të respektue, qa me votan. Tash dënë qasi mentaliteti me zbërthyte, nusja, ma besë s'doran kja votan. Nuk doran, se tash së ka i dorojnë burat e vetë. Burat e vetë s'me i dorojnë. E me i doru tjertë. Pa aja që i ka frikë Allah subhanahu wa ta'ala, edhe aj që ja ka frikën Allah të baraka wa ta'ala, aja këthen moralin e tin që ta. Habibin ton. Që shosila e me gratë e veta? Tash na sa da vëton njoni më koni sjellshëm me grun 100 fjali gjujla. A ti patut të esha, ale me patut të abi dhe kitja. Para më ndohë, aja ka marë, oj dashurja me ka marë fshizën e shpisja, ka njës me fshin shpi. Ja Allah. Aisha radiallahu anha kana yaknisu baytahu, e ka fshi. Na kur ti mi shoj me steqet, cushti, jo me se ka me borgja e ty me të ndajt ty si rab, që mërë ndihmaja? Wallahi, pasha Allah, kush e ka grun muslimane të mirë, wallahi se len me prejk me dorë. Ama ti që thënë, lagë e begojen? Mo flasë për ato, për këto feministet, kur t'i ven rendi, si ta shtonë të mës t'i zbritim update atë këtë për njëherë se bot rënd, kur t'i ven vakti, ja u qëmë selamin, aty nëse jo, në kanë dalë do bëllë më më njërë, i bret jo të në jep, i bret shamin kry, i bret TikTok i pisej. Allah i boft rahmet. Pastaj, Ibnul Qayyim rahmetullah alejh, dashurit e mi, e përmend të tot çështjen e dunjas, thot dhenja përparësi e kësaj bote të menjëhershme ndaj asaj që është ahireti, është thot domethënë çka është prej humbjeve reale. Mje përparësi thot kësaj dunjaje para ahiretit, kjo është humbje thot, humbja më e madhe dhe është prej ignorancës, që është ignoranca më e shëmtuar. Nëse kjo botë me të gjitha çka ka thot, është në këtë do të thotë realitet vogël përballë ahiretit, si ja vlen thot dikush me krahasu këtë dynja me ahiretin. Para të dashurit e mi, që shka thot Allahu te baraka wa taala në Kur'an, thot afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. Çka kallzon në realitetin e dynjos. Wallahi shumë më rëndësi me marrë vesh realitetin e dynjos. Thot Allahu, a mos val që mos val keni mendu që ne ju kemi kryua juve kot. A thu val, mos keni menduar ju që ne ju kemi kryuar juve kot. Dhe nuk do të ktheheni te ne, do më thonë çka për më marrë llogari. Çka ka thonë ulemat, po du me kalu tani në temën tjetër që e përmendi Ibnul Qayyimi, po skuzoj me kalu që të fjallë e kom nxjerr që e kom lexu para do ditëve, më kalon shumë përshtypje të mëdha. Edhe kom rrit tash du me nda me vllazit dhe motrat e mia dielën inshallah taala. Zotin na bof nasib me marr vesh, me marr vesh që të fjallë. Që e kanë thonë? Çish ka thotë? Dëgjoj. Thot qalu ad-dunya thalathatun. Dunjaja الدنيا 3 ساعات. Dunjaja thot është 3 orë. Dunjaja thot është 3 orë. E para thot Sa'atun madat la terji'u abadan. Një orë thot e cila ka ik, ka shku, s'kret mo, s'funësh me këthy. Wallahi, akshomin që e kena fakt, më u qut, këtë dynjaja zdash, me krejt që ka konë tonë, mi mbledh njerëz e gjinne, krejt a u tonë, me këthy s'funë këthejnë. Ka ika. Kjo është një. Ora tjetër, thot e kësaj dynjas është Sa'atun qadimetun la tadri hal satasilu ilejha am la. Është ora e ardhshme që vjen, për të cilën ti nuk e din a ki me mbrita ajo orë, po ajo se dim na çka na pran pas një ore. Edhe thot wa sa'atun anta fiha wa hiya haqiqatu ad-dunya fattaqillaha fiha.
Thot dhe është një orë në të cilën ti e tashën ta, fregojo Allahut në orën që je. Po du me përmbyll këtë kapitull me fjallën e Ibnul Qayyimit rahmetullahi alejhi, me përkthim basjanat e Ibnul Qayyimit. Që unë e kom për këtën e fjallëve që tash du me përmend, e kom me rruj si margaritare rruj. Ibnul Qayyimi që shka thot? Thot robi për të kalumen e ti që ka ik, te ora e parë. Për të kalumen, thot, kërkon falje. Dush me thonë, astaghfirullah wa atubu ilej. Me kërku falje dhe më pendu të Allahu, se na ati sa gabimin e këna bo. Ati sa gjunajnja ki bo Allahu të edhune. I ka ra plohni i haresës aty në gjunave, po nëse s'jena pendu, kiramul katibin të kanë shkru, me lajket e ndershme, kiramul katibin ja alemune me, të falun, shkruar sa të ndershem, din çdo gjë që ka veproni, e ki njën krah djath, njën krah të majt, gjithë ka të shkojsh në dynja, me veti. I djath të i shkruan punë të mira, i majt i pret 6 orë. Shqe rahmetin Allahut, që ta Allahu ka thonë surën Infitar, pu mund këtë surë që i përmen, kiramul katibin, thot, ja ejuhel insanu ma garreke bi rabbike l'kerim. O ti njeri, qka po të bën me ik prej këti zotit të ndbujar, o sa shumë ikim prej Allahut, ja Allah. Ik prej Allahut. Ik prej Allahut. Allahu është bujar, shë bujarin e ti, i thot me lejkut në kraht majt, kiramul katibinve, thot, prit e 6 orë, kër e ka bo gjunahin robi jem, mos po pendohet. As i mjaftojnë robi 6 orë, miron men për Allahut, ti që i bon gjunahe, që kjo e dalimi mes neve dhe sahabeve dhe selefit. Se dhe ta kanë bo gjinohen, se kur pi përmendin dhe njerë në sahabet dhe selefit, disa kujtoj se ata jo, ata se kun me lojke, se kun masumin, se kun të pagabushëm, jo kanë bo gjinohen, po gjinohet e tjore nuk kanë flejt, se kanë zonë gjinohen, jom pendu. A i Handhale, s'kam qare pa e përmend rastin e Handhales, më konë një sahabe i pejgamberi sallallahu ka pasab një Handhale, e ka që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e ka që një dit me akry një punë. Kër është ku me kryat punën, ka hinë një bustan për i bustanëve, një kopsh për i kopshtëve, edhe që kanë qenë për para, po flasim para 1447 viteve, në para 40 viteve i kena pas qenefat që i kanë thonë, qenef, me të moqmen, banjët jashtë shpis, pak kanë pas, dikur që i kanë pas me mure, me dyrë, këtë kanë pas një farperde, pak era me fry, edhe këj shkreti Handhale ka shku, me krypunën e pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kur është ku hinat postanin, një grua konë të marrë gusul atje, ka levit berdhja, edhe e ka pa dëshirën e ti, u këthy, ka thonë, ja Allah, u shkatrova, thot. Rasulullah im ka qumë, ja krypunën, unë që, pasha Allah, që kjo është një farlejnë në ka uti për këtë neve, thonë, që kjo pa dëshirë ka plot për neve, që ndërta hinë edhe, kur ti hinë telefonit ati, o Allah, i bufë rahmet, ka hinë e ka delë. Ky pa dëshirë ka po. Ka kalu një dit, 2 dit, 3 dit, 4 dit, 5 dit, 6 dit, 7 dit, 8 dit, ka kalu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, po thot, ko marrë Handhale? I ka thot sahabëve, delni me lyp. Kër e kanë gjetë, i ka thonë, hajtë amërës e Rasulullah i për të thirë. O tut, ka thonë, pretni, i ka arë lajmë, i ka thonë Rasulullah, leni ati, ka thonë se po vijune. Kër arë Rasulullah s.a.s. e ka pa, i ka thonë, ja Handhale, ko ishe, qoha ma kry punën e kështu, thot, ja Rasulullah, thot, na e thakal Handhale, thot, o bo më nafik Handhale. Tha e kom pa, qështu, ja Rasulullah, pe kam e sasën busqeshi, tha, ja Rasulullah, tha e kom një breng, tha, qështu më gjokë, thot, dishka, qështu më shtrëngu, ja Rasulullah. Ja qëtë dorën pejgamberi s.a.s. edhe para në thot, se, ajo, thot, ka me ndodhë vdekja e ti, është vdekja ju ka afru. Kur vdekë që Handhale, ka dalë pejgamberi s.a.s. me qu, me vorose, kanë pa të hecë pejgamberi s.a.s. majtë gishtave. Ka thonë, ja Rasulullah, pse po hecë majtë gishtave, ka thonë, ashtë shumë ka zbrit me lajke, dhët, me a falë gjenazën Handhale, s'po tut në mos pedem të një pi me lajke. Ja Allah, kanë zbrit me lajket, kanë zbrit me lajket për me a falë gjenazën, e kanë pastru tjetrin me lajket, kanë ardhë me lajket me pastru. Qëka i arritën këta këto grada? Qësh i arritën këto grada? Kanë arritë me bindjen dhe Allah subhanahu wa ta'ala, me në shushmërin dhe i dinit Zotit. Allah në bo fejtmiru, ja Rabbel Alemin. Ibnul Qayyimi rahmetullahi alayhi ka thot, për të kalu me në kërkofalje.
për të ardhmen mbështetun Allahun subhanahu wa taala në tashmen vepra. Mos e lodh vetëm be. Çena tu bojna, vallahi na apet po them. Nuk jam kundër, po duhet me kajo për këtë sendet. Halo fëmija ka lidhë e kena qelë një konto në bank, sarë po vjen dikush bje pare, për qesi pare të konto. Të e ri, pizë voglimit e bën ato materialist fëmin. Haloj, po e marrë vesh kontinoj, thotë në kontinuarin tem, po tani po printi mu bo kë, abidul haramej, po qëfar abidul haramejni kjo e vudan? Kë bot abidul dunja. E shumica për neve që shtupja ungullim në zemra fëmive tonë të ashurin nga i dunjas. Zotin a falë të në drejtoft ja Rabbi. Se erdhë koha, shkoj 40 minuta, shpejt. Dallimi, thot Ibnul Qayyimi, mes mendimit mirë dhe mashtrimit. Kapitulli i radhës, s'kom qarë pa e kryson të këta. Po besoj për 5 minuta 10, eventualisht ma shumë t'i kryet me emrin Allahut. Qysh ka thot Ibnul Qayyimi rahmetullahi alejhi në këtë kapitull? Thot dallimi midis mendimit të mirë dhe mashtrimit u bo thot i qartë në kapitullit më parë. Kena folë dersin e kalum, këtë ders ka folën për realitetin e dunjas, dhe tham njerëzit më të mashtrum në dunja jonë ata çka që e krahasojnë dunjan apo jepin përparësi dunjas para ahiretit. Pastaj thot, nëse mendimi i mirë shoqërohet tash, se dikush mund të thonë po ka dalë beosh, na kena ndi plot hoxhallar, tu thonë se na duhet me pas mendim të mirë shpresë. Pse kush po thotë që mos me pas? Ato duhet me pas. Po qysh duhet me pas, që ka thot Ibnul Qayyimi? Thot, mendimi i mirë shoqërohet me vepra të mira, atëherë kur ajo shoqërohet, është i sakt. Por nëse e shtyn mendimin e mirë, me papunësi, dhe me bërjen e mëkateve, ky thot është mashtrimi më i madh, dhe joshja më e madhe që shejtani lanetullahi alejhi ka bërë robit. Mendimi i mirë është shpresë në rast se ajo e ka fundin qka të qënë drejt adhurimin ndaj Allahu subhanu wa ta'ala. Po, mendim të mirë, Allahu ka me më falë mu. Allahu ka me më prek me rahmetin e ti, se unë e namazin jam të e po. Se unë e Kur'anin jam të e ledzu. Se unë e respektoj babën, e respektoj nanën, i ndihmoj të tjerët. Kretë që to, kjo mendim alë që shtu du të më kom kë. Ama kura me pun të mira, ama namaz nuk fol, me agjeru sa gjeron, pun të mira zban, thot edhe tha, ka me hinë gjennet. Unë e kom qitë një farasin e tha, se kena bod do gjennet në të pejon të kena një gjennet tanin. Në o gjallar të div, në të pa me, në ditë ju thash, kjo gjenneti pejonve, nuk o gjenneti Allah subhanahu wa ta'ala kjo. Në pa me, a gjysa u bëtëm të i qunë gjennet. Aj një farë qymezi, rakizhi, zinahqar, kitë pun të qia i ka bod, a kjo në gjennet, se dhe në gjennet të pejonve, po. Ama të Allahit, Allahu ta'ala alam që nuk kem qef, se na kem qef këtë njëzmi që në gjennet, ama gjenneti ka kritere. Ka kritere. Njëci ajetet që i ledzum, të tha Allahu, tilke lë gjennetu leti nurithu min ibadina men kane taqija, këtë në gjennetet që i trashikojnë, robë tonë që jonë dëvaqëm. Kush jonë dëvaqëmit? Merë surën Bekara, fillimin e surës Bekara, të kalëzën Allah subhanahu wa ta'ala. Alif la mim, dhalike l'kitabu la rajbe fi, huden lil muttaqin. Tha kjo një liber në të cilin nuk ka asë një shyben të, udhëzim për të dëvaqëmit. Kush jonë dëvaqëmit, ja Rabbi? Alladhina yu'minuna bil ghaib, e besojnë gajbin. Që ta që bëjqojmë gjenneta, e me shtojnë nga e me shku me të ka gjennetat, na bëjtë ta pradha të gjallarëve. A përshë, po del që gjenneti pejonve, në tash po flasëm peja, të të thuj gjenneti Mitrovica Live, Gjakova Live, e Prishtina Live, se këtë qështu i qojnë gjennet. E beson gajbin? Ja, kush e ka pa të një, po, e qështë me një gjennet po e besu gajbin? Alladhina yu'minuna bil ghaib. Pastaj, o yuqimuna as-sala, e falin namazin, e japin zakatin. Çto janë punët e muttaqinëve? Çto janë punët e muttaqinëve? Edhe vallahi do të më frigu Allahu subhanahu wa taala, se nesër atje në ahiret të ka ndonjë muttaqin, pe muttaqinët ka përfyti. E thot, e kishti në saf me buxhet të lefar gjynypi e kishti. Zban mëre. Tash ne di që dikush spajtohet me që gjuhën te, edhe do të më i marr me të mirë, bëtëm të i legu, duhet me i kallëzu, o ti zotni. Allahu te bareke wa taala, më shumë se 84 herë në Kur'an ka thonë falë namazin avdan. Shumë i marrën me ta bosë, unë edhe kom dikon që ndoshta zemra më shkurmohet kur i thon këto fjalë, se kom dikon që e kon përcjell te Allahu pa namaz. A ka qenë dikush me pa të vetin, me pa të shku ka xhenemia? Vesh një njeri smut.
Ama na nuk mundem me ndru Kur'anin mëre. Do po dojmë me na shti edhe iblisin xhenet dojmë me shti. Këtë muslimani kanë bo, s'ka, se eksiston fjala qafirët e ta. Unë s'po du më bo si këta tekfir gjitë që s'kanë lënë kënë pa e bo qafir. Po ka dale, ka t'i shka mes ehli sënet, jo, o gjallnakum ummeten wasata, jo në mesatar. Po, ka momente kur diku du të me thonë kafir. Edhe du të me pas kriteri kur i thonë musliman. Du të me pas kriteri kur i thuhet. Pasaj thot kush se njeriu që e konsideron papunësin e ti shpresë e papunësi dhe abuzim, është mashtruar plotësisht. Nëse një njeri, që shashtë, i përën dy shembujt të mdhaj, edhe me këto po i përmbylli. Thot nëse një njeri e ka një tokë, e ka tokë, thot Ibnul Qayyimi, asë nuk e ujit, tash të du të me mdimu dikush se nuk pe thonë vallaj, jo, po se di, unë kur nuk di, me plugat zdi qka është, ma mërmendjo me prashit. O me prashit. Ha? Me livru token. E ka thot një njeri token, edhe se livron të token e ti. Nuk e livron të token e ti, nuk mbiun ta, nuk e ujit. Edhe në fund thot shpeson se kam i dol bimën ta. A i del as i del? Allah, gjithë të qenetit pe jove gjithashtë gjithë, pasha madnit e zotit gjithë ashtë. Për ju betonan Allah subhanahu wa ta'ala. Ai që kësa u konë këtë dynja, se ka qitë këtë sejde, nuk ka gjeru, s'ka bo pun të mira, pasha Allahun auton. Ti mund është me gjithë një hoqë që ka me të bo malter, ka me të qitë sot dush, ka me të qitë fazat, ka me të knaqë auton. Ama në gjennet nuk hijet me pralla. Në gjennet hijet me pun, edhe as me pun s'un njëri. Ai ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kur kush me punën e vetë si në gjennet. Ka thonë as te ja Rasulullah, ka thonë asune. Illa Allahu me mprek me rahmetin e ti. E që kjo është pikres thelbi i temës tanë. Ibnul Qayyimi thot mendimi i mirë du të me shëqu që ka puna, mi marë shkacet, sebepet që të qojnë gjennet. Sebepet që të qojnë në gjennet. Pastaj thot, që shka thot Allah, kjo është shembul i parë. Thot shembul i dytë, walau anna rajulun lahu ardun, këta e kalu me te kalu, thot, sikur se thot një njëri tjetër. Një njëri tjetër thot, lau hasën e dhannehu, wa qawa rajaehu, bi en jegjiehu, waladun min gajri gjima, au jasiru, alamu ahlu zamani min gajri talib il-im, wa hirsin tamin alej, wa amthalu dhalika. Thot, si kur se shambu ta shqipërun dy shambu i tjerë. Thot, shambulli një njeriu, thot, unë du me pas e vlat, po s'ka gru, sa i martum, apo ka gru, zban mardhanja me gru në ti, si vjen e vladi. Se mardhanja është shkak për marrë dhe i vladi. Apo a i tjeti thot, du mu bon njeri më i ditur ftyrën e tokës, po s'kërkon dije, si jep mund, nuk jep gjot, nuk lexon, nuk mëson, nuk i ndjek ligjeratat, çush më boti. Gjebraili a.s. me vdekjen e Muhammed Mustafas e ka përfundu me sionin e wahit. Do musliman të zamonit tanë, kujtojnë që halo Gjebraili a.s. mi vjen natën, diku i thot, qore, po ti zbriti një 5 sure, shtu edhe mësoj. Pa ullë me mësu Kuranin, dashur jam, nuk mund është mësën Kuranin. Edhe Ibnul Qayyimi e përmbyll këta, thot që shka thot Allahu subhanahu wa ta'ala, thot me të vërtet, ata që kanë besuar, që shka thot Allahu, inne alladhina amanu, walladhina hajaru, wa jahedu fi sabilillah, ulaika yarjuna rahmet Allah. Thot Allahu me të vërtet, ata që kanë besu. Ha, a veç ka qa? Jo. Dhe që kanë migruar, kanë bo hijret, e kanë luftu, këto e këtë pun. E helësën në tash nësë po du me e marë akademikisht me shkoklu këto se në merë ko shumë në merë. Që shtu beson e helësëneti. Që tash unë që tu për lezëj, Salihin ko me pyt, se po habitit ka e në telefon, për shtash ko me e bo një pytje. Salihit. Se kom dost. Allahu Salih po dhët me të vërtet, ata që kanë besu, edhe që kanë migru, kanë bo hijret, kanë luftu në rrugën e Allahut subhanahu wa ta'ala, janë njerëzit me shpres, janë njerëzit që shpresojnë me shirën e ti. Në qëto dy punë që ka pyt, apo që i ka përmend Allahu subhanahu wa ta'ala, që ka kanë qëto dyja, që shpërkthehen qëto dyja, ka beson e hlisënetit. Ta ku ma afru se s'po unë po mundona pak pyten me ta që pak ma kolla se me thjeshtu e përgjigjeshti, po kom qef mos po përgjigj.
Muhammed ndihmoi djalit miqës. As den, apo ky më i mëshëm. Se gjys den, tha mes me thon s'di, gjysa dijes është apo. Haus. Asante, është definicioni i imanit. Ahle sunna wal jamaa besojnë se çka? Besim me zemër, shqiptim me gjuhë, praktikim me vepër. E jo besimin që do që e kanë bo besu i musliman, thuj la ilaha illallah do kry, mashallah, hini në gjennet kry. Tani mu as janë din as namaz, as agjerim, as punjaja, vepra është, pa tjetër du të më konë iman. Allahu subhanahu wa ta'ala në bo pive për mirëve, në këto do të thot e përmbylli krejt këtë kapitull, dhe kuptojmë, apo si me thonë si përfundimi kësaj krejt, shpresa pa vepër është vetë mashtrim. Dhe vepra pa mbështetje te Allahu është mangësi, e drejta është marrja e shkaqeve, sebepeve, mbështetja në Allahun subhanahu wa taala të plot dhe mendimi i mirë për Allahut pa tjetër se ka marrë dhe mira. Çto trijat kur plotësohen, shkaqet, sebepet. Pastaj, pas kësaj mbështetja në Allahun me pas mbështetje të plot në Allahun te baraka wa taala, edhe mendimi i mirë, me mendu mirë për Allahun te baraka wa taala. Pe përmbylli se thash po që të mendimi mirë edhe çta dhe kryva. I ka ardhur dekja dashurit e mi një nomadit. Arabi, në arabisht i thojnë nomad, nomad është ai i cili nuk ka shtëpi vetë, ka një tendë dhe me tendën e tij lëviz herat e herë këtu. I ka ardhur dekja një nomadit edhe i kanë thonë innaka tamut. Je ka vdek. Ama qërë mendimi mirë për Allah. Ka thonë po mirë, kur të vdes, ku ka me shku? Ka thonë po ti kur vdes, shkan të Allahu, atëra ka thonë ma ubali, se kam gajle, ka thonë vdekje. Pasi po iki të Allahu, se kam gajle vdekje. Allahu në boft, në i zbukuroft zemrat tona, me mendim të mirë për Allah subhanahu wa ta'ala, e në i shoqëroft me vepra të mira, me mbështetjen Allah subhanahu wa ta'ala, atu kja kem qëllu për mirësive të Zotit, ku kem gabu për me dhe shejtanët wa akhiru da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallahu ala nabina Muhammedin, wa ala alihi të tayyibin të tahirin.